إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tema hutbes tonë, siç po e shihni edhe në projektim, ka të bëjë me dëmet e përgjithshme të mëkate. Tani për momentin jemi në muajin Ramazan dhe ne vazhdimisht e përsëritim që në Ramazan gjëja më e rëndësishme është largimi prej mëkate. Se qëllimi i agjerimit është që neve na edukoj që të frenojmë veten, ta marrim veten kontroll. O besimtari është bërë obligim agjerimi dhe ju edhe atyre që ishin para është që të arrini dashurin, pra të ruajni. Dhe dallimi midis veprave të mira edhe ruajtjes prej mëkate është sikur ngrënia e ushqimit të shëndetshëm dhe ngrënia e helmit. A është më e rëndësi me hongër ushqim të shëndetshëm apo mos me hongër helm? Besoj që të gjithë pajtohemi që më e rëndësi është mos me hongër helm sesa me hongër ushqime të shëndetshme. Prandaj edhe në Ramazan, fokusi jonë kryesor duhet të jetë largimi mëkate. Shumica mëkate që i bëjnë njerëzit është prej gjuhës. Gënjejnë, përgojojnë, shpifin, shajnë, ofendojnë e gjërat kësaj natyre. Pastaj edhe mëkate tjera, dëgjimi, shikimi e ku e diune. Për me ju neverit, për me ju iritu prej mëkateve, duhet mi ditë pasojat e saj, në këtë botë e në tjetërën. Përse ne do të fokusohemi në këtë botë, kryesisht. Mas pari po thot, dëmet e përgjithshme të mëkate, mungesa e suksesit. Nëse e sheh që po të mungan suksesin në jetë, dije që është për shkak të mëkateve. Dije që është për shkak të mëkateve, mungesa në jetë është për shkak të mëkateve. Mungesa e suksesit. Se njeriu i suksesshëm është ai i cili i ruhet Zotit, se mëkatet janë therrat shpirtit, ato të pengojnë që me arriti suksesin. Pasaj prej pasojave, prej dëmet mëkat është mendime i keq. Ai i cili është mëkatar gjithkohën vetëm keq i shkon mendja. Vetëm keq, veç mendon keq, paragjykon, kur nuk mendon mirë. Kur nuk mendon, që thojnë 70.000 mendime ka njeriu në ditë, ai ndoshta 60.000 ka të këqija. Pra, prej dëmet mëkate është mendimi keq. Pastaj prej dëmet mëkate është fshehja të vërtetës. Pra, ai cili është mëkatar i humb drita e zemrës, drita e besimit, edhe nuk e shet vërtetën mirë. Ashtu siç është ai person në errësirë. Tash edhe errësira është shkollë, nga njerë është terë burg, si shtojnë, nga njerë është ma pak terë, e të sa ma shumë mëkatar, as ma në errësiri edhe nuk i shesen e taman. Prej dëmet mëkate është edhe prishja zemrës, pra zemra prishet për shkak mëkate. E kish mjaftu vetëm këtë dëm, mas kish pas dëm tjetër. Pra prishet zemra, janë nis me kap korruptimi, për shkak mëkate, futet të prishje ndryshme me ndimasi, zili, urrejtje, gjëra ndryshme, armisi. Pasaj prej dëmet mëkate është edhe vështërsia e dhikrit. Ai i cili është mëkatar e ka probleme përmend Allahun. Edhe kur t'ja përmendsh emrin Allah, i vjen shumë rënd atij. Edhe ka shumë zër me përmend Allahun, sepse mëkatet ja kanë dëmtuar zemrën. Prej dëmet mëkate është humbja e kohës. Ai i cili është i futur në mëkate do ta humb kohën. Do ta çon kohën gjëra dëmshme. Se subhanallahu mëkatet vëllezër nderuar shkaktojnë varësi. E varësia të shtin me humb kohën. E kur i thën njeriu mëkatet, shpështon prej varësisë. Varësia është një farë sklavrimi, është një ndar zinxhir të padukshëm. Neveritja të tjerave dëmiradhës. Pra njerëzit, edhe pse nuk e din ti çka ke bën fshetësi, kur të shohin dyqysh neveritën prej teje. Pastaj prej dëmet mëkate është jeta e vështirë. Jeta e vështirë. Allahu i Madhëshëm thot: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai i cili largohet prej përmendjes sime do të ketë jetë të vështirë. Prej dëmet mëkate është edhe pikëllimi dhe mërzia.
Mëkatarit nuk i ndalet mërzia dhe pikëllimi. Vazhdimisht pikëllim e mërzi, pikëllim e mërzi. Prej dëve tjera është edhe pengesa midis tij dhe Zotit tij. Pra raporti i tij me Zotin nuk është edhe aq i mirë. Nuk është ai që është mëkatar. Prej dëve të mëkata është gjithashtu edhe mos pranimi i lutjes. Nëse e sheh që s'po pranohet lutja, ktheu vetës. Pastaj prej dëmeve të mëkata është edhe ngurtësia e zemrës. I bëhet zemra e ngurtë, madje disa ju bate më e ngurtë se vetë guri. Pastaj dëm i radhës i mëkata është humbja e bereqetit. Humbja e bereqetit. Humb bereqeti kur njeriu të zhytet mëkate. Gjithashtu prej dëmeve të mëkata është privimi nga ditoria. Pra Allah i Madhëshëm nuk ta mundson me pas dijen, ose edhe me ta mundson nuk ta mundson me përfitu prej saj. Se zemra është sikur një enë, merre zemrën si një gotë. Nëse në atë gotë ka kryp, ti këti i hedh ujë të pastër. Këti i hedh ujë të pastër, prap ujë dhe del i gjelbt, pse se gota është me kryp. Ashtu edhe zemra kur t'jene presht, këti shkan dia asoj. Pështrimi, prej dëmeve të mëkata është edhe pështrimi, kap njeriu në pështrimi. Gjithashtu është prej dëmeve të mëkata mposhtja prej armikut. Pra ai i cili zhytet mëkata është prej dëmeve të saj është që armiku do ta triumfoj dhe do ta pushtoj dhe do të bëj të mirën ata. Dhe prej dëmeve të mëkata është gjithashtu edhe ngushtimi i gjoksit. Gjoksi i ngushtë. Edhe këtë subhanallahu disa aktorë të famshëm botror janë tregu drejt. Kanë tregu që nuk i kënaq asgjë në jetë. E kanë jetën ferm. Ata që kënaqen më shumëte, shikoni, pse mos u lëni ju merrni mësim prej tyre, i mençuri merr mësim prej tyre. Ju po mendoni që me Allah mas epshe keni më kënaq. Jo, shikoni ata që më shumëte, që kur s'keni më shumë më kënaq sikur ata. Dhe jetë e kam ferm, vetëm do të me u angazhu me diçka që me çu menjen mos me myt veten. Që shtu e kanë jetën ata. Pra kanë jetën e ngushtë, gjoksin e kanë ngushtë, jetën ferrë kanë. Dhe në fund prej dëmeve të mëkate është shok tek shi. Pra ai i cili bën mëkate patjetër do ta gjej ndaj akran ti. Do ta gjej ndaj shok që bashkëpunon me të në mëkate. Nuk mundet një mëkatar mu shoqëru me njerëz mirë, se nuk gjejnë gjuhë të përbashkët. Ti bën mëkate, ki me gjetë shoqërinë tonë mëkatare. Edhe kjo është prej dëmeve më të mëdha, prej dëmeve se shoku i keq është armiku më i madh. Ai të largon prej dobive e të sjell gjitha dëmet, të gjatë këqijat. Këto ishin pra disa dëme të mëkate, edhe pse besonum që ka shumë më shumë. Besonum që këtu janë vetëm një pikë e ujit ndeti. Edhe këtu janë vetëm këtë botë, që ka pastaj botën tjetër, me laçe që ta marrin shpirtin, ngushtohet vorre, zatruna kur ngjallesh ditë e kiametit, kështu që me pak fjalë nëse do me kanë i lumtur këtë botën tjetër, kjo mëkate. Iki për mëkate, ato janë helmi shpirtit. Ik për tyne që ato e ki shpëtim, nuk ki shpëtim tjetër. Edhe Ramazani është mundësia më e mirë që na milon gjitha mëkate. Lusum Allahun që neve dhe juhet na bëj gjithve prej devotshme për atyre që Ramazani i edukan dhe arrin qëllimin e agjerimit përmes këtij muaji të Ramazanit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina min kulli dhanbin fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim.